Të nderuar vëllezër, me lejen e Allahut madhëruar, sonte në këtë natë do të flas për një temë që është më e rëndësishme për gjithë temave në Islam. Ajo është për fjalën më të bukur që ekziston mbi rrezullin e tokës. Kjo është formula e tauhidit apo shahadeti. Vlera la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kjo fjalë me të cilën besimtari nëse e thot dhe shqipton, integrohet në Islam. Edhe ky njeri e ka një status të veçantë. Ky e ka të shenjtë edhe nderin, edhe pasurien, edhe gjakun. Përkatësia në Islam konfirmohet me shprehjen la ilaha illallah. Nëse thu këta, kjo është e kartela jote, edhe ti tregohet se kush je ti. Edhe preja ditë ti futesh në atë ndërtesën e madhe të Islamit. Islami është sikur se dini ndërtesë e madhe. E keni pa ata të cilët kur dojnë shkojnë që janë në punë në shtetit, kur dojnë me inte e fabrika vetë, e kompania, a du të me shku me kucat diçka? A? Se mos kucat të sonin? Apo? Tin për mas. Edhe në Islam, nëse do më futa e ndërtesa, bërë me kucat ata, kartelen, e thu shahadet edhe futësht ajo ndërtesa e madhe Islamit. Edhe të jetë gjanë, edhe ti e ki krejt ingerencat si shefi, si drejtori, si punëtori thjesht, njësoj ti. Nuk të ndalon asnjëri me lëviz, me qarkullu. Kjo është vlera e shahadetit. Shahadeti është aq madhështor dhe rëndësishëm për të cilën Allahu xhaleshan nuk ka krijuar edhe tokën edhe qiellin. Edhe xhenetin edhe xhenemin. I ka zbrit librat dhe ka dërgu pejgambert. Unë edhe ti që na kriju në këtë formë, vetëm për shkak të shahadetit. Monën me. Kjo është vlera e madhe. Me këtë fjalë besimtari, njeriu largohet prej besimeve të kota edhe futet në Islam. Ky shahadet është porta apo dera që ja mundson të futesh në këtë ndërtesë madhështore të Islamit. Është anija e shpëtimit në detrat e errësirës dhe vallgat e errësirës. Për shembull, kush do të futet në deti her pas here vin disa sfida që janë valët e detit. Nëse ki aninë të sigurt, ti te kalon këto sfidat. E kjo është shahadeti. Kjo është ajo që e bën ndarje mes besimit dhe jo besimit. Kush e thot këtë fjalën, kalon prej kufrit, mos besimit, edhe futet bëhet musliman dhe besimtar. Këtë fjalë na shka e themi me gjuhën tona, por pak për neve e ndin me zemër. E thot kështu lapsus, mi po të pak janë ata cilët e shijojnë me zemër. Ka vlerë të jashtëzakonshëm te Allahu i madhëruar. A e dini se shahadeti ka qenë refreni gjithë pejgamberëve. Shahadeti është moto, slogani gjithë pejgamberëve. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Thot Allah i madhëruar, ne nuk kena dërguar dhe një dërguar ose pejgamber, për para te jo Muhammed, kërejt kanë pas një moto, një slogan për bashkët, një refren, adhuroni Allahun një dhe largoni besimet kota. Këtë që kjo është formula e shahadetit. Më men, Islami ka formulë, sikur se huji, kush e di formulën e ujit? Apo? Edhe aja formula e kompjuterit ka për mu fut, formula e Islamit e thu shahadetin futesh më në Islam. Mirë po çdo profet e ka thonë këtë fjalën. E ka thonë duke zbut gjuhën edhe ka depërtuar në zemër. Madje argument se këtë pejgamber të Allahut e kanë thonë këtë fjalën, ka thonë Muhamedi alayhi salam. Fjalën që kanë thonë unë, edhe pejgamberi përpara meje është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Edhe kjo është ngjashme me shahadetin. Ndeshtuaj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ndeshtuaj la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Të në fund të njëjtën përmbajtje, të njëjtën domethënie, të njëjtën koncept e ka. Bile la ilaha illallah është dhikri më i madh. Ju e dini se ka lloj dhikre. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Edhe shumë fjalë tjera, këtë janë këto dhikre. Dhikri më i lartë,
më i vëndësum, më i madhasht, la ilaha illallah, i mund këtë të dhikre tjera. Po është ka pak piramid e këtë dhikreve. Kush do që be përmend Allahu në formën më të mirë, leta shpeshton shahadetin. Bile, shahadeti ja ripërtin imanin dhe besimin. Ka thonë pejgamberi a.s. se cilin nga ju i vjetroat dhe i zbet imani. Sikur se të një petk dhe veshje që keni. Shko ne blinë në duqan, shetore, mirë po me vazhdimin e kohës, njëre vesh, dyre vesh, trere vesh që konsumon dhe përdor, është në lavatriqe për me la. Edhe ki po zbejet, ju pa ja boja. Edhe imani, zbejet, vjetroat. E ka thonë, lutë në Allah në më varë ripërtri imanin. Ripërtrirja e imanit janë në për disa hadithe ndoshta janë dhe të dobta, thot, kush e thot la ilaha illallah, e ripërtrin imanin. Sikur se më va petka e re, sikur se me intasht në iman dhe në islam. Andaj shahadeti është shumë e vlerë të madhe. A e dini se kjo fjalë, e cila nuk ka shumë shkronja, është fjala më e rëndë në peshorin e njeriut ditën e Kiametit. A dini çfarë vlerë ka kjo shahadeti? Që tash kam treguar një hadith, me këtë hadith del te transi fjala e shahadetit. Mirë po, her pas here ky hadith keq kuptohet para tjerëve, interpretohet gabimisht, e keq përdoren. Thot me një hadith Muhamedi alayhi salatu wasalam, ditën e Kiametit Allah i ka më thirr një person. Edhe ka thënë heja këtu. Ka më nxjerr Allah i peshorën, kanarin. Peshorën në të djathën e në të majtën. Edhe kam janë gjirë disa regjistra, libra, në të cilët robi ka bot gjunahe, Allahu ja ka shkrujt dhe ja ka regjistru dhe ja ka evidentu. 99 regjistra. A disa është e regjistra? E madhe? Jo sa ditori shkollës. Jo sa dosja e shtetit, që ki informata, CV-a jote. Ka orë në ditë një diftes apo një liber. A dhe që ka më konë? Sa shesyni, pin qosht në qoske, sa ketë univerzi, imagina. Sa she, kret ati Allah e ka shkujt rupi qëfar gjuna e ka ba. Edhe thëtë Allah, këshire lexoj, ndoshta ka mbote një padreci, ndoshta ka shunu dhe gabim gjuna dhe një krim që si ke bati, kur ta shofi kjeto 99 regjistra, kur të lexoje, subhanallah. Ka thënë, mali edhe l'kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ka më thon kriminali, zullumçari, kur ta lexoje, shkash me ki libër, ki kitabe. S'pas kalon as të vogël, e as të madh, vetëm e ka regjistruar. Bile, ka më thon robi, tu lexu, o Zot, ti sub ki po padreci, bile disa gjunoje dhe harame i pas na haru, kur pi lexoj, po, dhe këta e kam bëne. Edhe që të zina e kam bë me sy, këta e kam bë me vesh, po njëri haron. E keni po? Bama ki, jo larg tash. Rri duke ndit me një mezhlis me një tubim, edhe e folë një fjallë lapsus. Edhe atë fjallë nuk kujdeset, e ranon dikan. E nënshmon dikan. Edhe mas mezhlisit, i thot, ma thave be një fjallë? Ja be, si be jo. Po veç kam thave. A i ka thonë me gune vetë, ndërsa nuk do me pohu. Kështu ndodh me njeri unë. Po gjunohat edhe krimet dhe gabimet që kena bërë të kalumën, kur të arqet e regjistrën, ka me thonë o Zot, kërreti pas ke regjistru, bile s'pas ke lon, as një. Bile unë të menu se e ka mahru dhe një gjuna, këtu ka në evidentum. E i thotë Allahu Gjereshanu, pas kësaj, a ki dhe një punë të mirë që ka e ki bati? Ki menon e menon. Po unë me pas punë të mirë, 99 regjistra me gjunaje, me harame, me gibete, në mime, vjedhe, përgojime, kamatet, këshia, padrecije, zulumi, kamine, rak dikuna. Thotë edhe me pas, shka i si dobi kësaj? 99 regjistra me gjunaje me neon, puna e mirë. Mirë pa Allah, Gjereshanu thotë, këshire, eljo me la dhulm, sot nuk ka padreci dhe zulum, sot bjerma dhe një fjallë. Kjo thotë, nuk ki dhe një fjallë. I thotë Allah, o me la qëtë e mija, që kjo robi, mos ka bote një punë të mirë, thot po, që ka ba? Ja sjedh një kartel letër njoftimin në të cilën shkruan La ilaha illallah. Edhe, ki ka me thonë më veti, shka ka me ba dobi kjo La ilaha illallah ke kartele? Këto 99 sa shesyni me gjënaje. Thot Allah, kanari kalzon. Nës folmi. Shka të thot peshorja? Kur ta qetë këtu, të 99 regjistra kanë më hedhë. Thotë Allah, nuk ka sen që ka e mund fjallën Allahot.
Ama që të fjallë do të me rujt. Këta do të bëjt ma shumë se sytë e ballit. Këta do të bëjt ma shumë se e vladi me rujt. Ma shumë se kerin. E ki pa disa njerës si e rujnë veturën, si e ndri. Mobilet, që shikoni këto mobilet, e ki pa? Njënë kërë përshë hoxha, ta shkabe kja? E kështë e mu në fillim atë mburojen. Pse? Me gabu me rafa hoxha në tokë, kjo nuk theje. Kjo mire, runë kujdeset. Edhe një mbules tjetër, pse se këtu kam informata, këtu kam disa informacione që kam duon, një interes. E runë veturën, e runë shtëpijen, e runë trupin. Shahadeti, meriton ma shumë se ketë mërujt. Mos me kaplu as pluni, se jo dënisen qka, e as gjëson. Që kjo shahadet, ka më të cilë në ditën e kiametit, nëse e runë. E për me rujt kjo ka shumë punë, do të mja bo izmetin, mja bo shërbimi. Se që kjo fjalë, i ban dobi shahadeti ditën e kiametit, përdesa 99 regjista nuk kanë gjunoat e kufrit. Monin mentash, nisen du me kuptu. Shahadeti si dobi përdesa gjunoat dhe haramet që i ki bo, qoftë voglat moja, pi mirë po nuk e arrin nivelin dhe gradën e kufrit dhe shirkut, se nëse arrin kufrit dhe shirkun, nuk i ban dobi shahadeti. Allah kështu ka thënë Kur'an. Allah ja ka bë haram. Ja ka bë haram. Kuna xhenetin me funin njëri që ka bë shirk Allahit ortak. Kjo Allah nuk toleron. Allah nuk fal, nuk amneston dhe nuk ban kompromis të shirku. Atë gjuna e tjera ndoshta ta fal. Plot mund të fal. Këta nuk e fal. E kjo fjalë ka shumë pesh. Bile është një ngjarje ka ndodhur kaluar në kohën e selefit, duke ecë një dietar i hershëm rrugës, e sheh një person i cili ka pi alkool. Bile ish paskan invart. Ai thoni invart? Me zavisën, ai mos sonri pa alkool. Ki pasi duan xhit, o zonë ke këta më pa cigare sonri. Unë pa bukuri, pa ujëra më pa cigare. Invart ke. Ky shkon pi alkoolit. Duke ecë rrugës, ka ra midis rrugës. Kur e ka pa ke dumin i mu, duke i dimu, ka fillu këtë çuki alkooliçori duke thënë shahadetin. La ilaha illallah. Kur e ka niki të shahadetin, edhe pse alkool e ka nxjerrë një facolet, një mindil, ja ka pastruar thuat gojën dhe buzën që mos depërtoi shahadeti tek pika alkoolit. Dhe ka pastruar, edhe e ka ngrit edhe e ka çu të shtëpia vet. Në ëndër e ka pa që ky personi, ky musliman i mirë, vetën e vet ka ardhur një thirrës, ka ardhur në ëndër një thirrës, duke thënë: "O filan, ti që e pastrova ti gojën atina, Allahu ta ka pastruar ti zemrën. Ti mo nuk ki kur fal njëllose. Edhe ki garantuar nga Allahu xhenetin. Ndërsa ky personi, ky ka bë hidajet. U ka drejtuar në rrugën e Allahut. U ka largu prej alkoolit, ka heq dorë. E ndoni shahadeti bën revolucion. Shahadeti ku hin, nuk lën njollos e pastron çdo sen të keqe nëse eventualisht ekziston në zemrën e ndokuna. E lusë Allahu në gjërëshanë që kjo fjallë të në rëndojë në peshorën ditën e kiametit. Në ditë ku nuk bandobi as pasuria, as evladi, as pasuria, as karriera, as fama. Vetëm shahadeti nëse është kristal i rujtum pa një losë. Me laqët e njohin besimtarët ditën e kiametit me shenjat që ka mundësin nga zjarë me xhenemit. A e dini me shka ka me njoftë? Në dy transmetime. Një transmetim thotë, për me ba Allahu rahmet disa njerëz banor të zjarrit mi largu, i thot me laçet fut me dhe merrni. Një transmetim madh, ata të cilët kanë nga gjurmat e abdesit. Me laçet i diktojnë, kanë shenja dhe simptome, ku ta shohin në gjurmat e abdesit e nxjerr nga zjarrimi dhe çon në xhenet. Argument se namazi shpëton prej xhenemit. Kur ki gjurmat e abdesit me automatizëm nuk kupton se ka fal namaz. Transmetim tjetër nga shahadeti. Se Allah nuk lejon ata të cilët kanë thënë bara një shahadetin me ne në zemrën e xhenemit. Normal thash, edhe njerë ta mos keq kuptojmë, nuk ban krime dhe harame dhe gjunoje që arrit gradën e kufrit dhe shirkut. Ndërsa gjunoja të vogla të mëdha ka gjasa, rahmeti i Allahut më të përfshi dhe më të largu. Shahadeti është ndryshe njëfë edhe si çelësi i xhenetit. Në xhenet nuk hit me forcë, as me rishfet, as me mik. Dunjë po, ka Allah zhveresh. Edhe në sot, në gjyq, jep do pare, thënë lekin, e haborekin, mirë nxerë. Mirë po në xhenet, ja. Në xhenet nuk ka forcë, unë me zorë mushti, t'ja marë tenderën ati, t'ja vedhe jo. Ati në xhenet, vetëm se me qelësën e emrit la ilaha illallah. Luma i cili e ka këtë qelës, me të cilën
kanë me hap dyert e xhenetit. Kjo fjalë nuk është fjalë goje. Është aq e rëndësishme saqë pak njerëz e dinë vlerën dhe rëndësinë dhe peshën e kësaj fjalës. Për këtë fjalë janë krijuar qiell dhe toka. Monument. Për hatë të shahadetit është krijuar qiell edhe toka, të cilët janë mbitur plotësisht në kësaj fjale. Për këtë fjalë jemi krijuar njerëzit në formën më të bukur. Ka për tyre që kanë bind, ka për tyre që nuk e bindën Allahut. Për këtë fjalë ka orfeja, janë zbrit librat, janë dërguar pejgamberët e Allahut. Dikush u ka lodh për këtë fjalën, dikush u ka plagos për këtë fjalën, dikush u ka vrarë dhe ka vdekë dhe ka fleju veten për këtë fjalë. Për këtë të gjithë kanë mendolë për hakën e kësaj fjalës së shahadetit, mirë po nuk ka qenë fjalë goje, po për rëndësinë dhe konceptin e kësaj fjalës. Kjo fjalë i ka ndonë njerëzit në besimtar dhe jo besimtar. Çfarë mund të thotë? Në dynjë, çka i bashkon njerëzit? Pasuria, fama, karriera, familja, interesi e shumë gjëra tjera. Por fjala la ilaha illallah ka më ndonë njerëzit në besimtar dhe jo besimtar. Kjo fjalë i ndon njerëzit në banor të xhenetit dhe në banor të zjarrit. Për këtë fjalë janë vendosur edhe peshorët. Për këtë fjalë ka më bë kalkulimi, llogaria dhe hisabi ditën kiametit, të cilën ndoshta kemë më prit 50.000 vjet me prit rën. 50.000 vjet. Jo 50 minuta. Se ka dikush 50 minuta s'u ngon ders. Ai e zgati o xho. A keni po kur shkoni me ato që shkojnë në për shalltirat e sociale, që kanë statusin social me marrë rruga, a gjema? Që thot, o gjë 2 sa, 3 sa të suduroj kjo, e lash. Diti kiametit 50.000 vjet. Mirë po, besimtari mirë kam duk 50.000 vjet, si prej ndrejk të e një kini. Shkurt, ata të cilët kanë pa punë të liga, punë të këshia, janë marrë me krime, me padrëtsi, me zullum, i ka hinë në rak Allahut, i ka hinë në hak nanës, babës, familjes, farfisit, shoqërisë, kushijës, ka marrë hakën tjerëve, aty e kam duk bash 50.000 vjet me bot kuptimin e ditëve të sodit. Për këtë fjalë, pejgamberët e Allahut i kanë porosit vasiat e vëllezërve të vet. Lukmani alayhis salam i ka thonë fëmijës vet, o djalë jam, besoja Allahun xhaleshanu, edhe më e pastër fjalën la ilaha illallah, mos e ndyt këtë fjalë. Jakubi alayhis salam para se me dek në saatën e vdekjes e ka nuhat sa duke ndrujet, i ka thirr fëmijët e vet, i ka thirrë vëllezër dhe nipat dhe mes, ka thonë hejani, a peshini se jam duke ndrujet? Pas meje nëse vdesune, ju, ka keni mja majt? Keni me ndru kiblën? Farbesimi? Thot fëmijët e vet dhe nipat thonë, o bab gjyshjon, mos ke frikë dhe mos ke dert. Se na kena me ndjek rrugën tonë, na kena me ec hapave tua, kena me besu Zotin e Ibrahimit, babës tonë, e Ismailit, e Ishakit, edhe ty o Zot. Atëherë Ibrahimi thot, tash jam duke vdek, Jakubi ka thënë, tash jam duke vdek rahat. Se ja lash mirath fëmijëve të mi kanë shahadetin. Mirath, për dini ç'është mirath? Trashëgimi me lan. Trashëgimia më e mirë që le baba e vlladit edhe çfarë është? Çfarë amanet? Shumica mendon se me lan tokën, mallin, dyqanet, pasurinë. Mirathi më i madh është me lan imanin, namazin. Po. Të ndaj ka zonë një ngjarje hoxha, kemi një hoxh shkup, doktor Zakaria Bajrami, keni dëgju? Është hoxh me nam të madh. Ai tregon një ngjarje lidhe me këtë me mirathin. Thot, kam qenë me një ngushëllim. Ne i themi atë shkup sabërllëk, më dhon sabër kur ka ndru jetë. Kam shku atje, kur shkuva atje tha, ndeta saneta, ju dhosh ngushëllime familjarëve, në fund do shta munis për me shku, vetëm se thiri tha ezani. Kur thiri ezani, ai zotëria e shtëpisë më tha, "Hoç, apo rri me fal këto namazin, se kemi çef vazhdojsh te Allah, na tregosh nasihat, këshilla dhe ders." Se nëse shkon xhami tha dhe mos kthehesh. Ai tha e ngova, ndeta atë, mura abdes për me fal namazin. I tham atij zotërisë thot, "Du me i më falë, ku të falë natë qëto?" Ma tregoj një dhomë. E i thash, kur hinat e dhoma, i thash, "Ka është kibla?" Më tha zoti i shtëpisë, "Nuk e di, ai që ka ndru jetë, ai Ramitlia jon, baba jon, u falë ka, ma nuk e di ka u falë ke." A more vesh? I thash, "O, e pas ka marrë mirathin kitë me vete, s'pas ka lanë." E që kjo është? Nuk ka mirath më talon tokën, kalon babam tokë, kalon duçan firmë. Mirath është mos me shku me këtë imanin, më talon namazin, më talon sejaden, më talon kiblën, më talon fejen. Që kjo është mirathi më i madh. E pejgamberi të Allahut çto u kanë në vladë mirath? Jo tokë, jo pasuri.
Se kjo kaluse, e shfrytëzon, kur ndron jetë, nuk e merr me vete. A di pse nuk e merr? Se na xhallart, kur t'ju vorosmi dhe kur t'ju lojmi qefin, e ke pa qefinin, as xhepa nuk ju bojmi. Se me pas xhepa kishim marrë me veti, as xhepa nuk ju kepim na. S'ka, këtë mas milon. Me vete merr vetëm imanin dhe punët e mira, namazin, zakatin, agjerimin, Kur'anin, sadakajen, respektin e nanës, babës, punën e mirë, fjalën e mirë, çto i merr me vete. Kur gjë nuk merr tjetër. As xhep nuk ju kepim na. Argument se nuk merrni kur gjë me vete. Fare. Andaj, kjo do të më qenë vasiat se për ju, pra se me ra me flet, o e vlad, a fare namazin, o e vlad, a fole fjalë të mirë, o e vlad, mos ki po haram sot, mos ki një diçka haram, mos e nimove deri punë fshija, kjo do të më kenë, mos më zon xhumi, pa e marr vasijetin për e vlad, rruje që vjedh, rruje që shkon dita pa fal namaz, marë mos me bosejtë në tukë, dhe çfarë madhërimi ka, Allahu Gjeleshanu, marë mos me ra prej nalt, me madhuru Allah, subhane, rabbi el ala, i lartë madhura qofshë o Zotë ti, i cilë me tronë më këdhon me hangër, këdhon me pi, me nuhat, kam sy, kam vesh, kam dur, kam kam gruje, kam me vlad, kam shpi, kam shëndet, kam rahati, kam komoditet, këtë të komponentet, duhet me drejtua Allahu Gjeleshanu, po ti kur po të hep një rrugë dhe një shef, shefi tep fund mujt dhe sa i lumë të re, alhamdulillah, falla, shefe, pse? Se të ka një mu, edhe meriton, normal, kjo meriton. Edhe ka thonë për nësëm, men lem yashkur qalil, lem yashkur kathir, men lem yashkur nase, lem yashkur ilah, e të haddethu bi ni'meti laj shukran, wa terkua kufran, wal gjemaatu rahme, wal firqatu adhab. Kush nuk di me falendru pak, a s'di me falendru shumë. A i cili nuk di me falendru njerëzit, a i nuk di me falendru as Allahun. Me fol për nimetet e Allahut, me shpalos, me tregu për begatit e Allahut, është mirënjohje dhe shukër për Allahun. Me braktis, me njoru, është kufër, çka është? Është bukshkelt, jo mirënjohës. Rahmeti, uniteti, bashkësia është rahmet për Allahut, ndërsa ndarja, fraksionet, kacafitet është gaze për Allahut. E tash njeriu kur ti ndihmosh, do të bëhen falendërorët që të kanë ndihmuar, ka përkrah për një projekt, për një ide. Pa Allahu që ty të ndihmon ty. Prind sabat e mbrëmje, nuk numërohen, fa in ta'udu ni'mat Allah la tuhsuha. Nëse mundoni dhe përpiqni me numu begatit Allahut, kur s'mund të dalë në fund. Normal. Ti vesh kur flesh në gjumë, që e flen 6 orë, 7 orë, 8 orë, atë frimorin që e merr, a e bën me vetdijen tonë? Jo. Po mund pas kon me vetdijen tonë. Momenti që më frim, ti më koni vetdijshëm. Këtë është në pushtetin e Allahut. O Zot, e vladin, grujen, shpijen, rahat, flenqet, këto janë mirësit që meritojnë çka? Meritojnë falendrim dhe Allahut Gjeleshanuhu. Po nëse njerëzit nuk e dëshmojnë Allahun që është Allahu një, atëre Allahu vetë dëshmon vetën e vetë. Dëshmojnë me laqet. Shahid Allahu ennehu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist. Nëse me njerëzit nuk dëshmojnë se Allahu një, jo bes ka një zot be. Jo bes se këto ka kriju vetë natyra. E mohon këta që është njëshmëria, tauhidi, monoteizmi Allahut i pastër, atëra Allah vetë dëshmon për vetën e vet. Dëshmojnë bordi më i ngushtë i Allahut që janë me laçet. Dëshmojnë njerëzit më të mençur, dietarët me drejtsinë më të plotë thotë, "Jo, o Zot, ti ki kriju këto." Ti smush kjo më kanë që kjo çka ndodh, qëre? Nata bëhet natë, dita bëhet ditë, vjen stina e verës, e vjeshtës, e dimrit, e pranverës. Këto çarkullimet lëvizit, këto nuk bëhen spontanisht. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Allah thot në Sura Al-Imran, në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndrimin e natës dhe ditës, ka argumente, ka fakte, ka dëshmi dhe provë për ata të cilët kanë arsye dhe logjik dhe mend, të cilët e përmendin Allahut, edhe kur janë kam, nuk e harrojnë Allahun, edhe kur ulen, nuk harrojnë kur Allahun, edhe kur shtrihen, smurën, e pet nuk harrojnë Allahun xhaleshana prej gojës. Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, edhe thonë, o Zot, ta se ke kriju kot bre, i sa bukur ke bot qiellin, me yje, me me diell. Subhaneke faqina adhaban nar. O Zot, ti je patmeta, je i pastër, na ruaj nga zjarmi i xhenimit. Çto dy ajete që e lexova para juve e kanë një shkak, një sebeb se kanë zbrit.
Një ditë thot Bilali radhiyallahu anhu thot, shkova e ka pas zakon dhe shpëri Bilali, e ka pas kulturë. Para se me thirrë zonin, ka shkuar ka trokit te dera pejgamberit, se pejgamberi Allah e ka pas shtëpinë gjithë me xhamian. E ka pas zakon i kam shkuar një herë derës Resulullahit për me zhu për sabah, pastaj ka shkuar ka thirr ezanin. Kur shkon me trokit, kur e sheh, është duke fal namaz pejgamberi alayhis salam. Ka fal namaz natë. Madje pejgamberi Allah e ka pas vajib, obligim me fal namaz natë. Ndërsa ne nuk e kena. Ne kena nafile. Nëse falmi, kena sevape. Nëse jo, nuk ka dënim. Ndërsa pejgamberi ka pas obligim me fal namaz natë. Kur është duke fal namaz natë? Subhanallah. Në sejdë. Kan. Shkon e thirrë zonin për zytë e thirr. Kur shikon duke kajt pejgamberi Allah të fal namaz, vetëm se jep selam. Me 2 rekat thuhet se më shumë se 2 orë, gjysmë 3 orë. 3 orë 2 rekat e ka val. Imagjino, që na nuk rrimi. Ja na rrimi. Na rrimi ka 4-5 sat, ama ja për namaz. 4-5 sat rrimi na. Na për mobile 4 sat. Futboll 5-6 sat. Edhe me pas e koncentruam, duhet këshit. Ikojna. Ik. Është i fokusum. Po nuk ka vetë pejgamberaj. Futboll. A për namaz nuk e ka qatë për qëndrin të njëti, ja. Dhe më thonë, edhe në rina, ama nuk rina për namaz, nuk rina për qëndrin për Allahun, për njerëzit, për dunja, rrimi. Pastaj pejgamberi Bilal kanë, ja Rasulullah, pse qanë? Kur Allah ti ka falë gjunat, edhe të kaluarët, edhe të ardhmët, e ka po kam të hajtëni, pejgamberi ka po stajt me kam, për namazit, jo për futbollit, jo për dunjas, ne i këna tajt nama, i këna tajt me për ara, për dunja të punu, apo? Ose për futboll. Shkoj ki baba kamos, ma thaj kamon ai shokët luajt futboll. Për namaz, për ibadet, ja. E i thot Bilal Allah ti ka fal gjunat, kam të hajtme, gjunat ti ka fal. Edhe hala, edhe çon, i thot pejgamberi sam, hadithi është i vërtetë, ka bë Hoxha Sheikh Albani është një muhadith që mirë me shkencën e hadith, ka thënë hadithi është i vërtetë. Ka thënë pejgamberi selam, më kanë zbrit 2 ajete o Bilal. Çfarë janë këto 2 ajete? Që valexova krimin e qiellit dhe tokës, ndrimin e natës ditës, ka argumente për ata që kanë mend, që e përmin Allahut kur janë kam, kur janë ulur, e di? Që valexova, kanë zbrit këto 2 ajete. Wailun liman qara wa lam yatadabbar. Mirë për ata që të lexojnë këto 2 ajete nuk meditojnë. Rafsh. E ku mos me kajt. Ti vish munal, pe kur Allah e ka kurdis, ka eratis natën dhe ditën, kur nuk përplasët. A mos me gjithë ndonjë pa përplas? Kur. Ne ndodh, sado që mëjmë i ders, dhe një ders anulohet. Kësaj radhë nuk ka ders. Këtë radhë nuk ka lajme. Këtë rast nuk punohet. Pi kur, nuk dhe me tha nata nuk punohet. Qaj natë? Aja dit? Qaj qiell? Kjo me tonë dhe me kajt. E kështu ka qenë jeta e Rasulullahit për plot e për mbushur me kësi fakte dhe argumente të gjalla. Shahadit e thonë nuk ka Zot që meriton ta adhurohet me të drejtë përveç Allahu xhaleshanu. Këto fjalë ne i thena me 10 herë. I themi na për minorët e tona, na për namazet dhe lutjet e tona. Madje fëmijëve kur të janë gjithë me emrin, janë gjithë me shahadet, apo? Ja thirr me ezanin. Allahu akbar, në veshën e djathtë. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ja thirr me ezanin. Shahadeti thirret në për minore, thirret në namaz, thirret në lutje, kur janë vendosur edhe vlatëve fëmijëve. A e shini pra se nuk është fjalë goje shahadeti. Ai që thot këtë fjalë, ta mendoj mirë, ta nxjerr prej zemre, ti kthehet në zemër, se ndoshta kjo fjalë ka më shpëtuar në këtë botë dhe botën tjetër. A e dini se për çet fjalë pejgamberi Allahut e ka lodh veten, e ka sakrifikuar veten, bile thuhet se pejgamberi Allahut ju ka shkuar derë për derëve Kureshëve të Mekës. Atyre njerëzve në kohën e vet që ka qenë fisi Kureshë që sa kanë besuar pejgamberin. Ditë për ditë dera, thuaj be la ilaha illallah, thuani be la ilaha illallah. Nëse thuni këtë fjalën, unë kam të qenë dëshmitar, kam të qenë advokat për juve ditën e Kiametit. Bile transmetohet me një ngjarje, ka qenë shi i madh, murmurime madhe, vetime madhe. Ka shku pejgamberi Allah ka trokit dera te dera e Abu Jehlit. Abu Jehli është faraoni i këtij umetit, zullumçori më i madh. E ke Abu Jehli, Allah pa e çer dera thot, kush ka ardhur këtë vakt? Mos ato në fukara. Ingrati ka met hallexhi e troket derën me animu situatën. Si ka shku menja që pejgamberi, se shi i madh, murmurime madhe. Kur e çel derën, kur del Muhamedi alayhis salam. Thot çka? Thot thuaj be la ilaha illallah. Thuaj be se va kam galën ditën e Kiametit be.
Thuni me këtë fjalë se keni më shpëtu veten me, edhe juve dhe veten e këtë keni më shpëtu. I ka thonë ai, edhe këtë vakt me thona, edhe këtë vakt kjo është puna lerata. Bile kanë thonë disa dietar. A dhe pse kanë thonë këta fjalën la ilaha illallah? A dhe pse kanë thonë? Mos mendoni se është vish me thonë la ilaha illallah. Nuk ka vish me thonë. Se Arab e Buxheli e di më mirë se na me shqiptu fjalën la ilaha illallah. Din me artikuluar më mirë se na, sa ato e kanë Arab. Që na shqiptare, që ka jena komunitet tjetër, na që shpethojna, a i s'po di me thona, a i ka ditë se nëse e thot fjallën la ilaha illallah, mas kësaj fjallës, ka punë, ka angazhim, ka aktivitet, du të mi largu ata putat për zemrës, du të mi largu ata putat për qabës, ata zotrat i idhuj. Andaj thot Abdul Wahabi, Allah i më shroft, qabbahu Allahu wajha Abu Jahl. Allah ja nxift ftirën e Abu Jahlit. E ka ditë se la ilaha illallah nuk kërkohet vetëm me thonë si fjalë. Se ka mujt me thonë, po e ka ditë se mas kësaj fjalës unë zguzoj me bozina. Mas kësaj fjalës s'ban me tradhune. Mas kësaj fjalës s'ban me bëune hile. S'ban me besu zotrave të tjerë, s'ban me shku na për vore, mi thon aty vorrit vdektit, a ma ngjall be nanën, a ma shëron e vladin, a më jep një vlad se që 20 vjet s'ka me vlad. E ka ditë se kjo fjalë kërkon punë dhe angazhim. A kuptuat? Kjo fjalë kërkon shumë fjalë dhe punë dhe angazhim. Çka do të thonë ta thuash fjalën shahadetin? Do të thonë ta thuash me zemër, besosh me gjithë zemër, edhe me qenien tonë të plot se nuk ka Zot që meriton të adhurohet në këtë univers përveç Allahu xhaleshanu. Edhe këtë tjera zota janë mashtrime, janë ëndra, janë këtë falc. Këtë falc, vetëm Allahu i cili meriton të adhurohet në këtë univers. Shahadet do të thonë ta besosh veten me një forcë, se vetëm Allahu ka forcë. Allah jep jetën, Allah jep vdekjen, Allah jep evlat, Allah jep rrezik, Allah jep furnizim kur kush e ka dorë. As baba, as nana, as gjyshi, as kryetari, e as pushtetari. Ta besosh që Allahu xhaleshanu i sprovon njerëzit. Edhe i nxjerr nga sprova. Kur ta besosh këta me gjithë zemër, me qenien tonë të plot, atëherë kemi jetu krenar, me badhin lart, me zemrën e qetë, edhe kemi thonë se vetëm Allahu Zot, askush tjetër, trahtohet zemra, stabilizohet zemra, se çtu mrenon, çtu në zemër. Nuk meriton më kon dikush tjetër përveç Allahut. Nëse hash dënë Zot i vogël, bëhet turbulencë mrena. Nuk rahatohesh. Do të më nxjerr patjetër. Nuk ka shansa dy zota me këto. Më kanë Allah ka thënë Kur'an, më kanë dy zota në qiell tokë. La fasadat as-samawati wal-ard. Kish me bë turbulencë qiell e toka. S'mund dy zota, dy shefa më kanë. A keni po me një punë dhe në film dhe kompani, dy shefa s'mund më kanë. Për lan, ç'mos bëhet, ose vrat ose deponohet njëri rri, s'mund më kanë. Edhe në zemrën e besimtarit, s'mund më kanë dikush përveç Allahut. Gruaja, pasuria, inati, xhelozia, s'ka shansa më kanë. Ja, asnjëherë. Kjo është kuptimi dhe domethënia e fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kjo domethënë se nuk ka Zot i uni që meriton të adhurohet me respekt vetëm sa Allahu xhaleshanu. As njerëzit, as kresa, as gjallë, as vdekur, as druni, as guri, as melaçet, as xhinët nuk meriton të adhurohen përveç Allahu xhaleshanu. Edhe këta e thumë një formulë që domethënë qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Thuaj o musliman, thuaj, namazi jam, sakrifica ime, flijimi jam, kurbanllëki jam, madje jeta ime, agjenda e përditshëm, edhe vdekja jam vetëm për Allahun xhaleshanu. La sharika lah, i cili nuk ka shok dhe ortak. Nuk e lejon Allah me pas shok dhe ortak në adhurimin. Çdo se po, nëse fal namaz vetëm për Allahun, mos gabojmë ja bashkangjit me diçka tjetër përpos Allahu xhaleshanu. Të dëshmosh këtë fjalë la ilaha illallah, domethënë se vetëm Allah është ligjdhënës. Ai ka hak dhe të drejtë me vendos ligje në tokë. Thot ban kjo, nuk ban kjo. E lejuar kjo, e ndaluar kjo. Kjo është halal dhe kjo është haram. Kjo është ajo që njihet në gjuhën e fesë sheriati, ligji Allahu xhaleshanu. Nëse Zoti të urdhon për diçka, ndërsa ty të kënaqet zemra me diçka tjetër, di se nuk e ke respektuar fjalën la ilaha illallah. Nëse Allah të jep një urdhër, edhe duket kjo urdhër e Allahut i rand. Për shembull Allah i ka thonë, fal namaz. Rran e ki me fal namaz. Allah i ka thonë, mloje grujen. E ki rran. Di se ti diçka të do ka më mirë se Allahu. Ti akoma se ke respektuar fjalën la ilaha illallah, ki probleme me këtë fjalë. Ka me tërgu një tërgim në lidhje me vlerën e la ilaha illallah.
Një djalë i ri ish dashuru me një vajzë. Edhe don ke më martu me atë vajzën. Shkon e kërkon dorën e asaj vajzës. Edhe ajo vajza e refuzon. Thotë jo. Nuk jam dakord, nuk baj kabull që unë më martu me ty, nuse jote. Ky tranohet. Ha? Shlogje e kap. Sikur 3 tron që i kap shlogje, ha? Ai, si be kam ka refuzu mua? Po, ndodh. Edhe ky i ngrati tash nuk ka i kënaqt, nuk ka caktuar se Allah s'e ka bërë më martu atë vajzën, shkon te një hoç. E thatë hoç, kështu ka ndodh. Edhe a mundet be ti me ndërmjetësu atë vajzën? Hoxha e merr vesh se sa saati, ki ka problem. Ki nuk është i caktuar me caktimin e Allahut. S'ka myt, edhe ndodhe me neve, se neve na vjen her pas here oferta, hoxha do me ri vajzën e finale nuk ma jep. Unë i tham, s'ta jep, haki babas është, e drejta vet, nuk lejohet me zonë mja marr. Për shembull, dikush e ka një kerr, do me shit një vetur. Edhe nuk do më ta shit. T'ja me zor do mja marr atina. A lejohet mja marr me zor? Mja marr me zor dhe një artikull mall? Jo. Po qika se një maj shtrejnë i babas be. Kur gjo nuk është vetura, shpia, shka është vajza. Vajza është maj shenjë, nuk ta jep, edhe u kri, e drejta vet është. Edhe nuk ban më të me të hatre. Edhe du të më pajtu, ndoshta te ki kismetin, në fakën, fatën, që tërkun e ki. Edhe hoxha, kur e shese sa saati, thotina, e shikon me sy, edhe dikton se kjo e pas ka arru caktimin në Allah, dhe thot, a je musliman ti bre? Thot, po ja musliman. Atëre thuj me loçkën e zemrës, la ilahe illallah. Edhe thyj ato zotat mena, se ti paske do zota. Paske diçka që nuk je rahati. A? Se ka ydhë në zemrën tonë. Ti pe dëshë krijesën më shumë se Allahu xhaleshano. Këtë fjalë, jo vetëm atin, edhe ne do të më na thonë. Se ka dikush që ka diçka më të madhe se Zoti. E ki pa 2 vite kur për lan, edhe kur shkon me danj dëni hoç, i thot, fale për Allah. Por e Zotit fale, thot jo, për inatin nuk ja fali. Ne a shkëtëm i këtina, ky inati është më i madh se Zoti. Te ky njeri, inati pas ka zonë vend, më shumë se Allah. Ky ka bërë diçka Zot përveç më shumë se Allah. Andaj vëvaki në zemrat tona ka diçka Zotra. Do të më thik këto. Zemra nuk rahatohet. Sikurse çabja që ka pas ku në Resulullah 360 puta. Derisa pejgamberi Allahut nuk u kthy prej Medinën Mekë, edhe i largoi këtë ato zotra, ato putat, edhe u bë çaba e pastër, edhe zemra jote nuk rahatohet përderisa nuk e largon ato zotat që janë pas Allahut. Dikush ka inatin, dikush ka xhelozien, dikush ka baraktarizmin. Baraktar ka çafi parë. Nuk do më shlu kurkuna, vetëm ky parë. Sa që dhe për këta, as për Allah nuk toleron. Kjo është rrezikshme se sa ka kuptuar fjalën la ilaha illa Allah. Të gjithë na e thonë fjalën la ilaha illallah. Mirë, po këtë fjalë e kanë thonë edhe shokët e pejgamberit. Çes fjalë la ilaha illallah formulën e kanë thonë edhe shokët e Resulullah sahabët. Madje ka thonë edhe vetë pejgamberi ka thonë këtë fjalën la ilaha illallah. Ata nuk kanë pasur fjalë tjetër përveç kësaj fjalës. Po si ka mundësi se kjo fjalë tek ato njerëzit ka bën ndryshim, ndërsa te na nuk bën ndryshim. Çfarë kanë pasur këta njerëz? Çfarë kanë bërë këto që ka zonë në zemrat e tyre çka fjalë la ilaha illallah? Ka një ndryshim thelbësor të kësaj fjalës. A e dini se çfarë do të thotë kuptimi i fjalës la ilaha illallah? Ata e kanë kuptuar ndryshe shahadetin. Ai ka qenë dëshmi për ata e kanë vetë dëshmitar. Kjo fjalë ka qenë besë, lidhje, marrëveshje mes ata dhe Allahun. Kur ka thonë la ilaha illallah, ka qenë marrëveshje me Allahun. Kur ti marrëveshje dhe akt me dikan, është turp me thjet marrëveshjen. Kur ta thosh shahadetin ki besatim me Allahun xhaleshanu. Po, edhe ata kanë mojt këtë besatim të ditën e kiametit. E kanë ditë se fjala la ilaha illallah është amanet. Edhe ata kanë mojt këtë amanetin. Ata kanë hap zemrën, shpirtin dhe mendjen të kësaj fjale dhe kanë thonë, o Zot, fotë që të fjallën zemrën tonë, edhe ruje mirë. Çka dallim mes neve atyve? Çka është dallim mes neve atyve? Ata kanë bërë punë me zemër. Na nuk i bojna. Andaj thot një fjalë, çka dallimi mes muslimanëve të soçit dhe muslimanëve të asaj kohës? A dhe sa dallimi? Disa këtë thonë xho 1400 vjet dallimi. Sa ata kanë jetuar për 1400 vjetëve na tash jetojmë. Jo, be dallimi është një pllum. Duhet të kallëzoni derisa në kaluba, një pllum. Çe. Çto është zemra? Çto është? Stomak, apo? Çe është një pllum? Ata e kanë ushqi zemrën me iman, me devotshmëri, me frikë, me mbështetje. Na shka ushqina? O xha, ka më hangër diçka be?
Ojna, ka bë diçka, au mashallah. Al bile e po, lese ushin në borgën, a kjo është ejna më e keqe. Smujet më të më vi prej barkut, prej stomakut. Se ha. Edhe kujni na lezetit më të madh ki po? Au, çfarë jani? Au, çfarë ambëlsire. Lezetin e nin të haja. Ata kanë ni çfarë namazi, çfarë ibadeti, çfarë Kurani. Apo më veç dallimi çe? Në plan. Jo në 1500 vjet, në plan be. Ta mos gaboj këtë me ushi, këta ushje e kemi bë në saf me sahabët. Si ta ushish barkën, edhe shkosh më e keqja, këtë smundja piktujt. Ha, mas 10 minuta të më shku që tërkun, për dini. Se strekja, nuk bëhet rahat. Shkon atje, edhe rahatot. Ana moshim ja bojna izmetin barkit, apo? Izmetin më të madh. Çka ti ble taja veç shërbimi i ka ushqimet më të mira, artikot më taze. Ble. Edhe kjo për ta nuk ka çudi, për shembull, se na hajmi shumë. E keni nina për historinë islame. Ebu Hanifja e ka fal namazin e sabajt me abdesin e jacijës. Pin jacijë ka mojt abdesin të e në sabah. Sa ori ka? Pak të në jacija falet 6:30. Sabaj falet 6:20. Sa ori? 12 orë. E ka fal thuat me vjet, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet. Njëni o gjopë tha, qysh ba s'ka fleta? Njëni tha, ndoshta aj që s'ka flet. A ma tha, s'ka shku bëgjë në WC-ja? Në 12 orë? Ne unë i thash jo, pse jo? Ti edhe i thash atë pse menon ti në WC? Se ti fish llakat, do të më shku. Ai s'ka anë i gradi, ku ka më shku ai be? Sër ndit hajme. E kanë vetë një dietar të selefit. Ka thonë, nëse një musliman, nëse një njeri ha një herë në ditë, çfarë njeri është? Ka thonë është mu'min haqiqat. Nëse ha 2 herë në ditë, ka thonë është musliman i mirë. Po nëse një njeri ha 3 herë në ditë, ka thonë nëse ha 3 herë në ditë, çelja një shtall të hyjvanëve. Po dini ajo shtall hyjvanëve? Thot ai lop, fish lopa 3 herë në ditë. Njëri 2 hera, ha shumë ama smuash. Apo kuptoni? Për ata s'ka pas nevojë se ka prish abdesin. As në gjumë se s'ka flet, ka lexu, po shka me ndonë, sa shkos në WC, se na ka 3-4 herë, 5 herë, Coca-Cola, Pepsi, gazoza, hajna, mbërcira, i na bosi ahivant. Fish me hangër, për të dhe smujet, sheqeri, indyra, këtë janë këto, nuk ka nevojë, duhet lëvizje. E lëvizjet, ç'është bën lëvizjet? I ka falaj 200 recate, 100 recate, sa lëvizje i ban? 100 recate ka falaj Bonife, Imam Mahmeti, ka 100 recate, sa i ven kjo, sa lëvizje? S'ka i sheqeraj, s'ka i njëraj, s'ka problem me zemrën. Tash po të rëgojnë se ata të cilët kanë vutje nga smundjet e zemrës, mjekët i preferojnë njerë natën mbrëmje muqua shminë kanë 2-3, bebo disa lëvizje. Tash në veti, këto thoj me parametrat e vetë lëvizje, ana thojna 2-3 natës në qosh, me rabdes falin një 2 recate. Që kjo është? Vetëm se kjo bëhet edhe sevap edhe çebab, kjo bëhet vetëm çebab për shnetin, s'merr sevap. Po që kjo është e thjesht, s'ka tjetër. Po. Andaj tek muslimanët e sahabët e parë kjo fjalë ka pas shumë pesë. Kur ka hyrë kjo fjalë në zemrat e tyre, nuk ka pas pengesa. U ka ndryshuar zemrat dhe shpirtat, ka bë revolucion. Ata nuk e kanë ndryshuar syt, as pamjet, çaj sahabë, kur ka qenë jo musliman, kur ka qenë musliman, mos ka ndryshuar ka syt. As është bo maneken, as me profil, as, jo, ka ndryshu mrena. Është një botë mrena, këtu ka bo revolucion. Ka bo pastrim general. Ka bo ndryshim general. Bot kuptime qera, koncepte qera, pikpame qera, shije qera. Nga mrena, jo nga jashtë. Kjo fjalë ka ndiku të këshok të Rasulullahit. I ka bo sikur se magneti që është me ekurin. Imaginoni magneti. Pas sa më konë larkë, ekri, magneti çka i ban? E ngren, lese e ngren, e tërheq e josh, po që ki ekre e ngren që tërkan. Që ki shahadet ka lidhë rol të sahabët, o vlezar. Kër ka thonë shahadetin, këtë për edhe dhe kohë, si magnet i ka mon, një ka një. I ka pru në mejlis, sikur që ju që ki njërë të atë mejlis. Jo vetëm ata, po dhe kjo i ka pru një qetër në mejlis. Se ekre nuk ratot për magnetit, janë ngren ato qelizat. Që shtu në ato të më kanë. Që kur vinë në mejlis, me pru një qetër. Mos me mjaftu vetëm jo, thërë ne vlajnë, thërë babën, thërë kushën, thërë mikun, thërë dosin. A ki që më shkun gjene? Po, sikur që ja do për vetin, do edhe familjes. Mos të i vetë egoist, vetë cak për veti. Thërë qirtë, e ki po ato që janë ignorantat gjahila, si vjen mare, ato bëjnë da vetë. Hajde në disko, hajde në kafe, hajde të femnat. Në gjahilet thirë nuk i vjen turp, ndërsa ti thirë në gjenet, vjen mare. Po s'ki shumë të mare, ti thirë në gjlis, në jetë dhe në hadithe, këtu ku që ka me lache. 100% mas pak të se vafi donë, edhe vjen mare. A mi thanëve, na besasht mirë ndërsta. A ti si vjen mare ati gjahilit, hajde me femna.
Ai të bën davet, ti nuk i bën davet. Si e krenar, do të më kon krenar. Hiç. Atë bile krenaria më e madhe është në Islam dhe jo jashtë Islamit. Fjala la ilaha illallah ka qenë magnet për zemrat e pastërta. Kush ka dëshirë që t'i afroj kësaj fjale dhe t'i dorëzohet me gjithë jetën, do ta shikoj se Allahu xhaleshanu ka më ndryshuar zemrën dhe konceptet e tij. Jo vetëm kaq, por Allahu ka më bën magnet për njerëz të tjerë, për shkak për udhëzimin dhe idejen e tjerëve. Ndërsa sot kjo fjalë, ne shka e thona me 100 herë. Në ditë do të thona 100 herë. Por fatkeqësisht nuk del nga zemra, andaj edhe nuk thehet në zemër. Ku del? Nga goja. Kam pas një shok, është gjallë, të regoj se kur del për zemrës, shkon zemër. Kur del prej gojës, ai që ki shok jem, të regoj kje, thë ke ka marrë pjesë me një farë luftër prej luftrave, këtu, në luftën e Maqedonisë, thot, kur shkojshme para se me shku në betejë, faqme namaz, edhe bashkë me lutje, o Zot, nëse ki caktu dikush për me ron këto luftë, na prano si shahid. Edhe ky thotë për vete, kur bajsha dua o Zot që për me ron shahid, o Zot me vrapi këtu dilke. Ma shumë nuk shoj ke. Këtu jo nuk shkoj. E digja se s'ka me radhë ke unë, se s'ka ro piktujt, se ka bën jetë. Shahid, da piktu dilke dhe ke. Ato shka i kishën ta piktujt, ato Allah ju realizoi ke. Ose u plagosin, ose tregoshin vërtetën. Edhe kjo është pjesë e juve, keni po kur ta thuni dënë fjalë nga loçka e zemrës, reflekton ajo. E godit. Kur del piktujt nuk ro. Edhe shahadeti për më reflektu, edhe me rezatu, edhe me tregu, do e mos do të më boru nga thellësira e zemrës. Ne themi do të himi në xhenet me fjalën la ilaha illallah, sepse është çelçi i xhenetit, po çelçi i xhenetit ka dham. Ka fjalë dhe ka kushte të saj. Nuk çelet ajo derë pa dham. Ke pa çelçat e derës. Në dham me mungu nuk çelet. Ma djava nuk toleron. Edhe xheneti ka disa kushte, disa dham. Por ndryshe nuk çelet. Çata do t'i përmena, kushtet e shahadetit janë 7. 7 kushte i ka shahadeti. Disa dietarë kanë përmend në poezi, el-ilmu wal-yaqini wal-qabul wal-inqiyadi fadri ma aqul was-sidqi wal-ikhlasi wal-mahabba wafaqahum Allahu lima ahabba. Shahadeti ka 7 kushte. Nëse njëna si ki, nuk ban fajde shahadeti as në varr, as në urën siratit, as në peshore, e mos flas me vut në xhenet. Një, detyria e kësaj fjalës, do të më ditë këtë fjalën, çfarë kuptimi ka? Nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Me ditë, jo me injoru këtë fjalën. 2, e yakin, bindje ndaj kësaj fjalës. Me pas me bindje, jo me dyshim në dilim, me bindje thellë. 3, wal qabul, me pranu këtë fjalën, jo me refuzu. Po, do të më zonë vën në zemrat, në trunën dhe në shpirtin ton, fjala e shahadetit. 3, 4, wal inqiyadi, në nështrimi e dorëzimi plot, me dorëzu kësaj fjalës. I thonë gjuna arabish inqiyad edhe i thonë dënjerë teslim. A e përdoni jo fjalën teslim këtu dënjerë? A thonë një person kur smurët, edhe ka smu atë shumë, katastrofë, sa që thotë, ka na bo teslim. Që do të thonë teslim? U ka dorëzu. Mi jam shua tina, sun ta kthen. Që u ka bo mu ka lodh, s'ta kthen as nisan. E që kjo fjalë shahadetit më jo dorëzu kësaj fjalës. Çka thotë kjo fjalë ti më jo dorëzu teslim jo ba. Jo më kthi, po mos më mund më kthi hiç. Çka kërkon kjo fjalë? Ti më thon, u kri vetëm tregoj se un jam gjendje, më realizu. 5. Ikhlasi, sinqeriteti kësaj fjalës, më thon me sinqeritet. Jo me hipokrizi, jo me munafiqllëk, me sinqeritetin më të plot. 6. Wasidq, vërtetësia e kësaj fjalës, besnikëria e kësaj fjalës, jo me tradhtu këtë fjalën. 7. Edhe dashuria e kësaj fjalës, me desh këtë fjalën. Këto janë 7 kushte të shahadetit. Nuk është patjetër me ditë si përmendsh, ama si kuptim duhet me ditë. Argument se nuk duhet me ditë përmend si fjalë, po si kuptim, për shembull tregohet dikush dhe më ta kallëzu, o xha unë s'di më ta kallëzu shahadetin me kushte që çdo s'po thotë, apo di me kuptim. Për shembull, një prej kuptimeve të shahadetit është dashuria e kësaj fjalës, me dish këtë fjalën. Si tregohet për një ngjarje në plak, se si ka dish me tregu manifestimin si e don pejgamberin. Edhe fejen, edhe shahadetin, ai ka tregu kështu, i shkon këpuctar ai. Edhe ka thonë kështu, mu kanë gjallë pejgamberi alayhissalam, e kisha bë këpucët më të mira në dunjë. E një dietar tregon lidhje me ta thotë, që ky e don këtë fjalën, e don shumë pejgamberin. Ai s'di si me tregu dashurinë, e manifeston nëpërmjet profesionit vet. Edhe ky ka plotsu
kushtet në shtatë shahadetet dashurinë e kësaj fjalës. Lutë Allahun xhaleshanu që kjo fjalë inshallah të bëhet pjesë e jetës tonë. Inshallah bëhet që jetojna me këtë fjalë, punojna me këtë fjalë, inshallah dhe vdesmi me këtë fjalë. U mësojmë e vëllezërve tonë, familjes tonë me këtë fjalë, dashmi faqe barë para Allahut me këtë fjalë. Këto ishin ato fjalë që më kujtuan. Allahu ju nderoft, ai Allah ju shpërbleft. Walhamdulillahi rabbil alamin.